po bashkëtorët kur kanë probleme mes vete, kjo është këshilla e përgjithshme. Do të më mundu mi rregullu mes vete, u pajtu mes vete. Edhe qysh rregullon këto, domethënë mosmarrveshje ose grindje që ndodhen nganjëherë mes bashkëtorëve, duke pas frikë Allahun. Po secili si burri si gruaja do të më ditë se do të pyeten para Allah subhanahu wa taala për çdo gjë që flasin, për çdo gjë që veprojnë, karshi njëri tjetrit. Kanë vëllon llogari për Allahun për çdo fjalë që e nxjerrin për gjuhës. A është fjalë domethënë pasakt ose pa vërtet që po thot. Apo është fjalë që domethënë nuk është vendin e duhur, fjalë që e rëndon tjetrin, domethënë ja vron zemrën ose ja lëndon zemrën pa kur farë nevoje, domethënë me thonë atë fjalë. A është fjalë thjesht që po del si rezultati i nervozës, zemrimit, domethënë jo se është fjalë e duhur në ato momente kështu më radh. Po kur e din njeriu që për çdo fjalë Allah është duke dëgju edhe ka më marrë llogarinë ditën e Kiametit, ka përgjegjësi për Allah për atë fjalë. Besoj që si burri si gruaja këtu kishin me pas kujdes se çfarë flasin. Edhe kishin me frenu veten e tyne, edhe ishin paksu edhe reduktu shumë për këtyre fjalosje ose mosmarrveshje që janë mes bashkëshortëve, mes burra dhe grave. Për që ata, domethënë sot janë shtu këto probleme, nga se mungon që kjo, domethënë që ai këshilluesi i fesë ose ai çortuesi i fesë, domethënë që do të më pas besimtari në zemrën e tij, në shpirtin e tij. Pra që ai frika pe Allahut, që e frenon pe gjinave, frenon pe mëkate, e frenon që mi bë tjetër të pa drejtësi. Gjithashtu domethënë pe arsyeve që më rregullu raportin mes bashkëtorëve, që vjen si rezultat edhe degëzimi i kësaj është më largu gjinohave. Po gjinohat vinë si rezultat i mosfrikës ndaj Allahut, mi po pi pasojave të gjinohave është që domethënë prishen raportet mes njerëzve, ose në këtë rast mes burrit edhe gruas. Po dietarët e marshëm kanë përmend, thotë unë kur bëj gjuna, pasojat e këtij gjunoji gjej në sjelljet e gruas tan. Po gruaja nuk sillet mirë me mua, si pasojat e këtij gjunoji, ose nuk u bindet ose. Madje thotë i gjej rezultatet ose pasojat e gjunojit edhe te kafsha ime. Pas kafsha nuk u bindet. Madje thotë edhe te miu i shtëpisë. Po miu i shtëpisë bën zarar, bën dëm më shumë në shtëpi se sa më herët. Përpara kam pas mirë, alhamdulillah tash. Allah na ka shumicën në rasa, po si kem këta mirë, po përpara deri vonë edhe tek ne kam pas mirë për shkak. Thotë shmit kanë bërë dëm më shumë se sa për shkak të gjinohave. Përgëndar si një prapi fjalëve të tarta që i kanë thonë se lefi ka thonë rregulloje raportin mes Allahut, mes teje dhe Allahut, Allah do të rregullojë raportin mes teje dhe tjerëve. E këtu në radhë të parë hin mes teje dhe ata të cilët i ki raportet më të forta me ta, pra burri dhe gruaja. Nuk ka lidhje më të fortë se sa mes lidhja që është mes burrit dhe gruas. Nuk është më e fortë as lidhja mes prindit dhe fëmisë. Po lidhja më e fortë që ndodh domethënë mes njerëzve është mes burrit dhe gruas. Qëse nuk ka intimitet më të madh se sa ai që ndodh mes burrit dhe gruas. Prandaj po që thash hapi i parë është që bashkëtorët më mundu me vetë me rregullu këtë prishje të raporteve. Duke u kthyer Allahut, duke lënë gjinoa, duke penduar pe gjinoa, duke pas shtu frikën ndaj Allahut. E kjo pasaj me lejen e Allahut ka pas pra rezultate të mira që më përmirësua dhe marrëdhënia të raportit mes tyre. Pra mos më nxjerr këtë problem ose këto probleme jashtë shtëpisë, jashtë tyre. Mirë, po nëse kjo nuk funksionon hiç, pra megjithëse i mundu prap nuk po shkon, atëherë do të më çish ka pra këto këto udhëzime që Allah i ka dhënë në Kur'an. Atëherë do të më gjet në njëri turp për familjes burrit edhe në njëri turp për familjes gruas, edhe ata mes vetë me diskutu, do me këshyr ku është problemi edhe me rregullu këto probleme. Do thotë Allahu nëse ata dy dëshirojnë hajrin, po përmirësimin, pajtimin, Allahu i inspiron, i jep sukses që më arrit deri te
domthon zgjidhja këtyre problemeve dhe te kalimit tyre. Këto janë pra fazat të cilat na mëson Kurani se çish do të më kalu bashartët në për to që mi këtej kalu. Tani në fund kënë mbetet pra ajo domthon e fundit që do të më mendu për to bashartët është ndarja. Por para saj do të më marr gjitha shkaqe, gjitha sebepet që mos marrë dhe të ndarja, nga se ndarja është shumë e keqe, shumë e rëndë, ka pasojë të mëdha, si për burrin, si për gruan. Për këtë arsye, edhe pse hadithi është i dobët, mirë po ka kuptimin e saktë, që gjëja më e rryer te Allahu është divorci. Gjëja më e rryer që ka leju Allahu është divorci. Allahu nuk e don që bashartët mundohen me zveti. Siç e dim, kjo është qëllimi i shejtanit, edhe dëshira e tij, dhe synimi i tij, që shkon në hadithin e saktë që ai çdo mëngjes pra vendos ose çdo ditë vendos arshën e tij mbi ujë, edhe i dërgon ushtarët e tij në përbot me bë fesad, me bë shkarkullime nga tresa. Edhe kur të kthehen ata e tregojnë se çfarë ka vepruar, vetëm njëri prej tyre e ngrit në shkallë afron afër vetes, sot ai i cili thotë unë nuk ju kam nda filanit derisa ndava pi grus. Aty thotë shejtani ti ke bë fesad të madh, ti ke bë shkatërria të çrregullim më të madh në tokë, kështu thotë afron afër vetes edhe përçafon. Iblisi, shejtani, domthon shejtanin e vogël. Që tregon se bashartët nuk do të merra prej e këtyre cytjeve vezveseve që ja bën shejtani ose këtyre paknaqësive që i mbjell në zemrat e tyre për njëri tjetrin. Mirë po do të mi te i kalu ato. Kështu që për jam ka thonë, besimtari mos ta urrej besimtarin, nga gruan e tij. Nëse nuk i pëlqen të ajo një sjellje, e ka një sjellje tjetër që i pëlqen të ajo. E njëjta vlen edhe për gruan. Po pse këtu për më besimtarin njëjta vlen si dispozit për gruan. Po gruaja mos ta urrej burrin e saj. Nëse nuk i pëlqen një sjellje e tij, ai ka shumë sjellje tjera që domthon e meriton që të pëlqehet për to. Po ashtu Allah thotë wa'ashiruhunna bil ma'ruf, silluni mirë me gratë juaja. Këto edhe pse ka urdhën për burrat, e njëjta vlen edhe për gratë. Po silluni me mirësi me njëri tjetrin, po si burra ndaj grave, si gra ndaj burrave. Dhe fen kerihtuhum, dhe vazhdon ajeti pra nëse urrejnë diçka, po pe grave, fen kerihtuhum nëse i urrejnë ato, fa asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allahu fihi khayran katira. Ka mundësi që nuk e pëlqen një gjë, mirë po Allah më vendos atë hajër dhe mirësi të madhe. Pra do të më ditë që në martes ka kësi mos pajtime, do mos se i kemi dy persona të rritur, se cilja ka mendimin e vetë, se cilja ka pra mentalitetin e vetë, e kështu më radhë, nuk mundet me kanë të njëjtë identik në çdo gjë burri me gru. Pa dele ka me pas dallime. Mirë, po si burri si gruaja do me kanë të meqëm se si mi te i kalu këto dallime. Ose nëse shkon deri te mospajtimet ose te ngatresat, po do të më di që është me te i kalu. E këto në udhëzime i kinë Kur'an në sunet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po për shembull, sunet është që shkallët e hadithi që flet për ngjarjen mes Aliut dhe Fatimës, kur kanë pas diçka mes vetë, domthonë fjalose, Aliu ka dalë prej shtëpisë. Këto përfitojnë një dobi shumë të madhe që kur ka kësi mos pajtimi mes burrit e gruas, burri nuk do të më qëndron në shtëpi, edhe me zgjat pra debatin, me zgjat, domthonë fjalët mi bë më kallabllake ose më thonë unë jam burr, kjo gjithçysh do të më hesh tash më bind mu. Ja, do të më dal prej shtëpisë, edhe kjo ndërprin më një herë debat. Edhe qetësohen pra zemrat, qetësohen shpirtat, qetësohet pra tensionet edhe nervozat, edhe kur kthehen në shtëpi pra kthehet gjendja që ka qenë më përpara. Mirë po nëse ai insiston ose rrin shpellë insiston që patjetër me vazhdu pra fjalët, debatin e kështu me radhë, kjo veç e përshkson gjendjen më shumë. Kjo veç si shembull, po çish do të mos sill. Në anën tjetër pejgamberi ka folur për gruan e mirë, ka thënë gratë juaja prej banorëve të xhenetit, po që meritojnë të jenë në xhenet, janë ato të cilët kur kanë diçka mes tyre, mes burrave të tyre, nuk insistojnë pra
patjetër që ajo më arrit me kon triumfuese gjatë debateve, gjatë fjalëve, gjatë polemikave kështu më radh, mirë po thotë është ajo që e vendos, e merr dorën e burrit saj dhe vendos dorën e saj, thotë unë sot nuk flaj, s'kam mëson gjumi derisa ti je i kënaqur me mua. Pra këto hadithe na tregojnë se si burri si gruaja do të me luftu egon e tyre. Mos me punu në basa asaj që ju flet nefsi, egoja dhe shejtani. Po që unë patjetër, edhe pse është gabim me këmbgun gabimin e tij. Mirë po do të me pranu, nëse e gabim, s'ka lidhje pse je burr. Do të me pranu gabimin edhe me lyp hallatën gruas tonë. Mi thonë, mama Allah se gabova, e fjalë nuk ishte në vendin e durës, se të rëndova me fjalë kështu më radhë. Gjithashtu edhe gruaja pra do të njëjtën. Prandaj pra dietarët thonë burri dhe gruaja do të më qenë sigurisht uji dhe zjarri. Po në kuptimin tjetër, jo në atë kuptimin që mund të kesh kuptuar. Pra është fjala për këto nervozizmat e zemrimet që ndodhin mes tyre. Pra nëse njëri nxehet, nervozohet shumë, atëherë tjetri do të më mundu me shujt atë zjarr. Jo dy të më bë zjarr, tani kur bën dy zjarr, bën një zjarr më i madh dhe do në lindin paqësi më të mëdha. Ose lindin domethënë probleme më të mëdha. Po gjithmonë tjetri më mundu me shujt zjarrin e nervozës së zemrimit që është e tjetri. Jo me shtu ato. Pra për këtë arsye thonë dietarët njëri kur nervozohet, kur zemrohet, llogaritet si çmendur. Nëse ti ja kthen atina, ai të rëndon me fjalë, sa ai në gjendje nuk din çka flet, ose s'mund me kontrollu veten, nëse ti ja kthen ti vjen në nivel tina. Mirë, por nëse hesht edhe doron, ai shumë shpejt i kalon zemrimin dhe ai vetë kupton që ka qenë gabim. Po këtë mënyrë do të mi të kalu këtu, po mos marrëveshje ose fjalose që ndodhen mes bashkëpunëtorëve. Allah dhe mos